Në këtë të diel festive të Pashkëve, moderatorja e dashur Kiara Tito ka zgjedhur një mënyrë teje të ëmbël për të uruar ndjekësit e saj dhe të gjithë besimtarët, duke publikuar një foto të mrekullueshme të vajzës së saj Luna Mari. E veshur me një palë rroba të buta ngjyrë bezh dhe me një fjongo në flok, Luna Mari duket si një kukull e vërtet, e rrethuar nga dhuratat dhe dekorimet tradicionale të Pashkëve, me çokoladata me emrin e saj, lule dhe figura simbolike të festës. Ajo ka një buzëqeshje që të rrëmben menjëherë zemrën, dhe është e pamundur të mos ndalesh për ta parë disa herë këtë pamje plot ngrohtësi dhe dashuri. Kiara e ka shoqëruar postimin me një urim të ndjerë, gëzuar Pashkën nga Luna Mari. Urojmë një ditë të bukur plot dashuri e gëzim për ju dhe familjen tuaj, një mesazh që ka prekur shumë ndjekës që i janë bashkuar urimit me komente plot emocione e dashuri. Fotoja është bërë menjëherë virale, duke sjellë një atmosferë pozitive dhe festive në rrjetet sociale. Ndërsa ndjekësit kanë komentuar se Luna Mari po rritet dita ditës më e bukur dhe është kthyer në një nga figurat më të dashura të vogla për publikun shqiptar. Ajo shihet shpesh në postimet e prindërve të saj, Kiara dhe Luizi, të cilët nuk hezitojnë ta ndajnë me ndjekësit çdo moment të veçantë nga jeta e tyre familjare. Kjo pamje e Luna Marit mes dekorimeve të Pashkëve është një tjetër dëshmi se sa e dashur dhe e përkëdhelur është vogëlushja, dhe se si çdo fest tashmë merr një kuptim edhe më të bukur me praninë e saj. Në urimin e Kiarës fshihen emocionet e një nëne që feston për herë të parë Pashkët me vajzën e saj të vogël, dhe kjo e bën postimin akoma më të veçantë. Ndërsa rrjeti vlon nga urimet dhe atmosfera e festës, fotoja e Luna Marit dallohet për thjeshtësinë, sinqeritetin dhe ngrohtësinë që përcjell. Kjo nuk është hera e parë që vogëlushja rrëmben vëmendjen me buzëqeshjen e saj të ëmbël, por këtë herë, urimi i saj për Pashkë, përmes mamit Kiara, vjen si një rrezë gëzimi në një ditë të veçantë për shumë njerëz. Festa e Pashkëve këtë vit për Kiarën dhe familjen e saj është më kuptimplot se kur, sepse është e para që ata e festojnë si një familje e plot, me Luna Marin në qendër të vëmendjes dhe dashurisë së pakushtëzuar që i bashkon.